E tani është pjesa edhe ku në anën time të djathtë kam një zonjë që me zemër shumë të madhe dhe me pasion të pashterur po i sill buzëqeshje fëmijëve tanë është Zaka Jonuzi Çeliku. Ajo është drejtoresha dhe fryma e re e teatrit për fëmijë dhe të rinë në Shkup dhe ka nisur një mision mjaft interesant dhe shumë të bukur që teatrin ta çojë tek fëmijët në çdo qerdhe dhe institucion parashkollor, duke i gëzuar ata me shfaqje dhe duke i futur në botën magjike të artit që në hapat e parë të jetës, një gjë që duhet bërë me shumë përkushtim. Me shumë dashuri dhe vizion ajo po punon që brezat e rinë ta kenë teatrin jo vetëm argëtim, por një shkollë jete. Sot do të flasim për këtë nismë të veçantë, për sfidat, ëndrat e saj dhe për planet që ka ky teatr të jetë gjithmonë pranë fëmijëve. Zaka, të faleminderit që sot edhe në këtë ditë jo punë, në këtë ditë feste ti pa hezitim pranove të jesh pranë nesh për të folur për më të dashurit tanë, për fëmijët. Faleminderit Gjanan për këtë hapësirë që po ma jep edhe sa do këdo të shpalosim rreth asaj se çfarë po ndodh në teatrin e fëmijëve dhe cilat janë planet. Po, kemi pa kohë së fundit që ju teatrin e quat në përqerdhe, në përvendet parashkollore dhe fotografit e atyre emocioneve të fëmijëve janë të papërshkruara. Do me thënë, si lindi kjo ide? Tani, ajo ishte më se nevojshme, po nuk është sepse me vetë faktin që ne kemi pasur problem me funksionimin e teatrit, disa muaj radhazi dyert kanë qenë të mbyllur ati teatrit për shkaqe objektive dhe kur erdha unë në këtë pozit, disi nuk më zinte vendi vend, sepse kur e dim se veprimtaria baze ati teatrit është prodhimi i shfaqjeve për fëmijë, jo vetëm papirologjia që ajo nuk është se na bën shumë qef ose nuk është se na plotson, mirë po ajo vazhdimisht paralelisht shkojnë të dyja dhe nuk pritëm më dhe kështu që neve në bashkëpunim me drejtoreshat e qerdheve që i kemi këtu në Shkup, thamë që neve të fillojmë disi sepse ju kemi hirë shumë në hak fëmijëve edhe disi mos ta zgjasim shumë që t'i kënaqim me produktet tona, me shfaqjet tona që i kemi. E kanë mirë pritur shumë, e kanë përgëzuar idenë edhe vërtet kemi kaluar shumë bukur nga ana tjetër me këtë gjë që bëm kemi treguar se ne nuk i bëjmë bisht punës, se neve punojmë edhe jo fort të themi në kushtet të papërshtatshme kur aktori i don kushtet e veta ashtu siç duhet. Por s'ka gjë më të bukur, ashtu siç e theti, s'ka gjë më të sinqertë sa që në shfaqjet e para unë s'kam lënë shfaqje ku kanë shkuar aktorë, do me thënë kam shkuar bashkë. I kemi nga brapa po edhe fotot e fëmijëve ku që veç se ato emocionet unë i shifja dje dhe sytë më mbusheshin me lot nga i gëzimi ku fëmijët menzi prisnin sigurisht shfaqjen apo atë pjesën teatrale, personazhet e tyre të preferuar apo Pinokjo apo Kësëlkuqe apo nuk e di unë cilat janë dhe ne gjithë jemi rritur me ato personazhe dhe kur i shihja u ktheva unë në moshën e tyre. Shumë e vërtet Gjanan, une me qefin më të madh kam shku në çdo shfaqje edhe ke qenë edhe ti prezente? Ajo është pjesë e punës time, do me thënë, une patjetër e kam të shoh se si reagon fëmijët edhe sa që në shfaqjet e para besom që më kanë rrjedh lot nga përjetimi, nga reagimet e fëmijëve, se si përjetojnë, si futen ata në kretat storje të shfaqjes, ose kur Kësëlkuqja pyetën ku është ujku, ata gjithë bëjnë me gisht, andej, vjen ujku, vjen, edhe ata bëjnë pjesë e shfaqjes, edhe ideja që shfaqjet të inkuadrohen, që fëmijët sa më shumë të inkuadrohen, të bëjnë pjesë interaktive të shfaqjes, të bëjmë interakcion me fëmijët, edhe vërtet janë kënaqur, po jo vetëm fëmijët, janë kënaqur edhe edukatorët, janë kënaqur gjithë. Kështu që edhe aq më tepër kur bëhet fjalë për një shfaqje për personazhe që tani më të njohur, për ato Pinoku, Kësëlkuqi, Aladini, krejt këta radhazi, ujku edhe kur paka shumë e din storjen, mirë po këtu i kemi këto personazhe të gërshetuar, kjo është një shfaqje në regji të Iber Dearit, edhe shumë e mirë pritur prej fëmijëve, dhe vërtet gëzim shumë i madh për të gjithë ato. Kemi luajtur 6 shfaqje, presim edhe për një qerdhe. Këto doja të pyes në sa qerdhe keni arritur deri tani? Ne deri tani kemi përfshi, do me thënë, qerdhen Fidani me 4 objektet e tyre që i kanë, kemi përfshi qerdhen Borbardha me 2 objektet e tyre dhe tani po presim edhe për një datë sepse të qerdhja 11 tetori, po, edhe jemi ka fundi, si të them, që pastaj kur na kapën qershorit, tani më edhe numri i fëmijëve nuk është ai që është në përqerdhe. Jemi në fund, po. Edhe zvoglohet, kështu që e presim shtatorin. Por,
nuk do të thotë se neve nuk do të kemi shfaqje edhe në objektin e teatrit, sepse tani më përfundimisht jemi kthyer në objektin e teatrit, edhe pse presim disa gjëra të rregullohen. Nuk i prekim. Jo, do e lejmë pak. Anësh, dua të pyes, a keni bashkëpunime edhe me edukatorët që teatri të bëhet pjesë e fëmijëve, edukatorët në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse e dim që edukatorët për fëmijët janë nëna e tyre e dytë. Se çfarë thotë edukatorja është fundi, është amini të themi, për paktën unë kur kam qenë në Qerdhe, ashtu ka qenë çoja me aq dashuri dhe pasion, që edukatorët në një farë mënyre t'u afusin në shpirt teatrin fëmijëve, edhe në vazhdimsi jo vetëm gjatë këtyre shfaqjeve, po edhe në vazhdimsi t'ju flasin për teatrin. Shqipe, ato edhe vetë e kanë këtë, sepse prodhojnë shfaqje edhe kur nuk shkon teatri tek fëmijët, sepse me vetë faktin që mbarojnë ata fakultetin e pedagogjisë, kanë edhe një lëndë, dramën, ose si të përgatisin shfaqje. Bile, vetë edukatorët krijojnë kostumet e tyre, dhe kjo mu shumë më kënaqen, për shembull, se janë aq të prirura dhe aq me vullnet e bëjnë këtë gjë, vetëm që fëmijëve që ofrojnë sa më shumë shfaqje. Diçka interesante, diçka jashtë klasës së tyre, edhe me vetë faktin që fëmijët kur shkojmë neve në sallë, ata kënaqen shumë. Domethënë tani do shohin diçka të re, dhe një shfaqje ose vetë edukatorët i shohin se si janë, edhe kemi rastisur të shohim ashtu shfaqje edhe jam kënaqur. Nga ana tjetër edhe ne si teatr, foli para shumë viteve më herët, kur domethënë kam qenë vetëm si aktore, kemi pasur edhe një projekt në përshfaqje, ku neve me disa kuklla në dorë, edukatorëve ju merrnin vetëm 15 minuta, aq sa mund të ketë vëmendje një fëmijë. Fiks. Dhe me ato kuklla, për shembull, neve bënim fragmente të vogla, interesante, edukative, ulur gjithë rreth me fëmijët, dhe ka qenë një projekt shumë i mirë. Por, edhe kjo është për shembull si një ide ose përmendje për ta vazhdojmë këtë punë më shumë. Çfarë vetëm Pinokun ta shohin në klasën e tyre është shumë, ose ti bëjnë pyetje, pse ke hundën e gjatë, pse këto këmbët i ke prej druri, po çfarë ndodhi me babën tënd, me babain tënd Xhebeton. Domethënë kanë pyetje se ato i dinë se tani më këta fëmijët në botën e digitalizimit nuk kanë çka nuk dinë. I shohin edhe në film, edhe i shohin si filma vizatimor ose edhe si pjesë tjera, edhe më vetëm se janë të informuar. Sa është e rëndësishme që dashuria për teatrin të kultivohet fëmijëve që në këtë moshë që kur janë shumë të vegjël? Shumë, sepse ata pastaj gjatë gjithë kohës do e mbartin me vete atë dëshirë për ta vizituar teatrin. Se nuk mund të lindë dëshira kur t'i bëjë 18-20 vjetë edhe të shkoj për herë të parë në teatr. Mëse e vërtet. Jemi vonë atëherë, Gjana, jemi vonë, sepse ne nuk e dim vlerën, nuk e dim magjin, ta them. Unë se i them teatri është magji, nuk e din magjin e teatrit. Nuk e din, nuk do e shijoj tamam si këta tjerët, se për shembull, s'ka publik më të sinqert se publiku fëmijë. Nuk pranon asgjë, për shembull, nëse nuk i pëlqen ose të bëj fytyra ose të shumë bukurisht e mja. Jo, domethënë me vetë reagimet e tyre ne e shohim se ka depërtuar. Është shumë e rëndësishme, edhe pikërisht këtu dua të dalë se teatri shqiptar për fëmijëve të ri është më i rëndësishëm për shoqërinë tonë, për kulturën tonë, sepse prej aty fillon gjeneza e kultivimit të kulturës, se si ata të fillojnë të ndjekin një teatr, një shfaqje, e cila në mënyrë të drejtë për drejtë do ndikojnë në zhvillimin e tyre edukativ. Të doja të them, ndikon edhe në personalitetin e tyre, në zhvillimin e tyre të formësimin e tyre, po. Po ashtu edhe të trive, sepse teatri jonë nuk prodhon vetëm shfaqje për fëmijë, me që kemi teatr për fëmijë dhe të ri, po ashtu edhe për fëmijë. Aq më tepër kur në kohën e fundit neve jemi të rrethuar gjithandej me fenomene negative, ose kur rrjetet sociale i bëjnë këtu doja të lidhem. I bëjnë konkurrencë të pakrahasueshme vlerave të mirëfillta. Domethënë, neve patjetër e kemi tani paralelisht. Jo, t'ju alargojmë krejtësisht, se atëherë bëhet nami, atëherë s'ka. Jo, është më i domosdoshëm tani teatri, sidomos në botën e. Sepse na merr shumë kokë. Tani më shumë se kurdoherë. Domethënë, definitivisht tani më shumë se kurdoherë, pikërisht që të zhvillojmë këto vlera të mirëfillta. Sepse çdo gjë edukative, çdo gjë që ndikon në zhvillimin e tyre, aq më tepër ose të rritë këta në fazën e adoleshencës, kur i kanë ata lëkundjet rreth krijimit dhe kërkimit të identitetit, një libër, një shfaqje, një diçka me vlerë është më së nevojshme që ata të ndalen edhe të pozicionohen aty ku duhet.
Zaka, të njohim edhe nga ajo që ke qenë edhe një aktore, një zë i madh edhe për femrat edhe për fëmijët, që nga ajo kur ke qenë aktore ke pas role ja e përmend edhe të lezetshme që kanë pasur të bëjnë edhe me fëmijët. Cilat janë, çka do të thotë për ju tani të jeni drejtoresh e këtij institucioni? Kaq të rëndësishëm, sepse unë shumë e shoh si institucion të rëndësishëm edhe e folëm rolin dhe rëndësinë e këtij institucioni. E vlerësoj këtë që je shef aq të rëndësishëm, do kisha dashur edhe gjithë tjerët, edhe për çfarë do lloj pengese që na del që të ngrihem gjithë në kam që ky institucion të hapërojë ashtu si duhet. Unë zakonisht nuk i personalizoj intervistat, po e kam unë një nip të cilin e dua shumë dhe gjithmonë kur e kam pa që mësuesja e tij ka quar në teatr, në ndonjë muze apo ka bërë një aktivitet jashtë shkollës të tillë, më është bërë aq shumë qefi sa që e kam marrë, kam pyetur si kalove, të duk interesant. Do me thënë, dua që ajo t'i futet në kokë, të paktën një herë në muaj të kërkon vetë ai të shkon në kinema, në teatr, çfarë do që të jetë vetëm që ta ketë si obligim, ta ketë si një edukat të krijuar në kokën e tij. Absolutisht, edhe ajo të bëjë një shprehi për të gjithë ata, do me thënë një ushqim shpirtëror. Shqipe të qenurit në krye të një teatrit, të një institucionit kaq të rëndësishëm, është derë, mirë po para se gjithash është përgjegjësi e madhe. Ka sfidat, apo? Ka sfida. Normal që ka sfida, sidomos tani po dalim deshim apo nuk deshim, po i prekemi edhe disa gjana tjera. Ka sfida sepse nuk është se kultura në vendin tonë nuk është në stadin e duhur, duke filluar prej të institucioni, prej të teatri, prej fëmijëve. Nuk them se anashkalohet tërësisht, po ende nuk i kushtohet rëndësia 100% atë sa duhet. Jam dakord, gjitha institucionet tjera, gjitha problemet tjera të preken, të gjurmohen, të zgjidhen. Mirë po paralelisht edhe teatri, edhe këto institucionet kulturore. Sepse harrojmë shumë se prej këtyre gjanave ne pastaj nxjerrim një shoqëri të mirëfillt, një shoqëri me vlera, një shoqëri të sigurt në vetvete, një shoqëri që tani më ka krijuar një identitet, një shoqëri që agresivitetin po e lën anësh, do me thënë, edhe këto janë ato gjëra që sidomos në kohë ku agresiviteti tani është në krye të gjithçkajt. Edhe neve duhet bëjmë çmos që ata të përmbushen me aktivitete të tip të llojeve të tjera. Sepse shpesh herë kujtoj se rinia, shumica nuk janë shumë të jetuar me gjëra tjera dhe disi atë zbrazen gabimisht me gjithë atë lloj agresiviteti, madje edhe në dëme të mëdha. Në dhunë, po, fatkeqësisht. Sepse nuk është se janë ushqyer, nuk është se kanë dalur edhe kanë përjetuar gjëra të ndryshme. Duhet të përjetojmë, duhet të thithim, duhet të jetojmë sa më shumë gjëra. Sa më shumë përvoja jetësore është ajo që e bën edhe një personalitet. Mëse e vërtet. Zaka je shumë e re në moshë, je një aktore shumë e shoqëruar që njihesh për mirësinë, për faktin që je shumë njeri pozitiv. Si i ke punët me stafin tënë, sepse të jesh në krye të detyrësh dhe një mik me ta ka një dallim. Si e menaxhon, je një bose apo një lidere? Se për mua dallimi më i madh është ky. Unë çdo herë mundohem ta gjej vijën e mesit, po se në asnjë mënyrë, drejtor autoritativ, në asnjë mënyrë, dhe takimin e parë që e kam pasur me gjithë, qoftë me stafin administrativ, teknik apo me aktorët, atë që e kam patë me rëndësi dhe që ja kam thënë është energjia pozitive. Do me thënë me energji pozitive neve mund të prodhojmë shumë gjëra, mund të ndërtojmë shumë gjëra. Çdo herë kur do çaloj puna dikund, ndalemi edhe e shtjellojmë. Së bashku. Së bashku edhe gjithë do me thënë në tavoli. Jo mbasi të mbarojmë mbledhja ose diçka anësh. Ato fjalët, po. Krejt aty do i hapim. Sa që unë me aktorët, për shembull, nuk jam mësuar edhe ju kam thënë, jo drejtoresh, Zaka. Sepse unë i kam ato krejt kolegë edhe nuk thëmë, jo, nuk është se e formoj atë, si të themi, atë raportin miqësor. Po thjesht, unë, Zaka, unë jam si ju dhe ju po. Ne jemi, do me thënë, gjithë kolega këto. Pastaj stafi administrativ, ata kalojnë edhe në atë termin tjetër, po çdo herë, do me thënë, jam ajo që kur do pim kafe, do pim kafe. Kur do punojmë, do punojmë. Do me thënë, kur do pim kafe, dhe qeshim tamam, nuk do ju mërzis, nuk ashtu. Po them bashkarisht, nuk jam unë ajo, se do me thënë, unë nuk mund të jem këtu pa mos me qenë ju. As ju nuk mund të jeni, do me thënë, pa mos me qenë unë. Është një lidhje reciproke, qoftë aktorët me stafin teknik, apo stafi teknik me aktorët, apo administrativ, apo me udhëheqësin, me një udhëheqëse, me një
drejtoresh që ka zënë vendin. Do të thënë, jemi të gërshetuar dhe do të hecim përpara. Çfarë plane keni për të ardhmen në drejtim të repertuarit të shfaqjeve të ndryshme, duke pasur parasysh se mungesa e hapësirës ju bën telash, po ju e gjeni zgjidhjen menjëherë. Nuk ma merr mendja se do e lini të heshtur punën, gjithsesi fëmijëve dhe të rinjve do ju jepni hapësirë që diku kudo që të jetë ti jepni diçka për të parë dhe për të qijuar. Tani që u kthyem në teatr, po mirë po se neve jemi kthyer shumë shpejt, edhe përpara se me u kthy se neve duheshte nga ministria kemi të miratuara 2 projekte, do me thënë 2 shfaqje. Njëra është për të ri, tjetra është për fëmijë dhe këtë për të ri është në regji të Besfort Idrisit, është një tekst fenomenal, një komedi Florian Zeller, është autor francez. Dhe kur nuk diheshte se çfarë do të ndodhë me objektin e teatrit, ne vetëm se me Fakultetin e Arteve Dramatike në krye me Besfort Idrisin, i cili është dekan atje, në nënshkruajtëm një memorandum bashkëpunimi, që mos të ngelin. Nuk ngalet zaka. Që të vazhdojmë provat, sepse edhe në atë fakultet, ku kam mbaruar edhe unë, ka një skenë më se solide, që neve të ndjekim, të fillojmë provat atje, po edhe shfaqja të jepet atje. Po ja që ndodhi kjo që ndodhi, për të mirën tonë, edhe neve tani më nuk do të shkojmë atje, po do vazhdojmë në objektin tonë. Hapësirën e hapur, po. Do fillojmë, teksti është përkthyer, do me thoni kemi marrë edhe të drejtat e autorit nëpërmjet agjencionit të Parisit, ku është edhe ky shkrimtari. Jemi marrë vesh edhe me përkthyesin, e ka përkthyer Eqerem Bashaj, një përkthyesi shumë autorëve të mëdhej me renome, dhe mbas, do me thënë, diku për një javë ditë fillojmë, startojmë me provat për një shfaqje për të ri. Nga ana tjetër, paralelisht, në sallën, në skenën e teatrit, do të fillojmë të reprizojmë shfaqjet që kanë qenë pjesë e teatrit. Do me thënë, ta kapim edhe këtë një mujor që kemi fëmijët në shkollë, sepse vërtet ka kaluar një periudhë gjatë që ata nuk kanë ardhur në teatr, edhe disa shfaqje nuk i kanë ndjekur edhe nuk i kanë luajtur, ato shfaqje janë më të gatshme, por vetëm duhet disa ditë prova. E kemi shfaqjen Familja Adams, edhe këtë si tekst e njohin, e njohin si film vizatimor edhe krejt variantat, edhe kështu që për këtë muaj do të kemi në repertor Familjen Adams. Po, çfarë mesazhi do i jepje familjeve apo prindërve sot për të quarit e fëmijëve të tyre për teatr, se jo vetëm shkollat, mundet edhe prindi vetë me vetë iniciativë ta dërgon fëmijën e vetë në teatr. Po, edhe këtë dhe si një prinde dua një mesazh. Është shumë ndryshe, për shembull, unë kur e kam dërguar Gonçën, kur kemi shkuar të shohim shfaqje, ka shkuar për shembull me mua. Njëjtën shfaqje e kam dashur që ta sheh edhe me shokët, shoqet edhe mësuesen. Ndryshe është ndjesia. Po ashtu këtu shumë mirë që e bëre këtë pyetje, sepse dua të dalë se nuk do teatri nuk do t'i luaj shfaqjet vetëm në formë të organizuar, por nga shtatori do ta bëjmë edhe të shtunën që fëmijët të vinë me prindërit. Me familje, me motra, vëllezër, pse jo. Mami, babi, me gjithë fëmijën ose fëmijët të vinë dorë për dorë, në varësisht se kur do t'jepet ajo shfaqje, në ora 6, 7 ose në 8, një shfaqje për fëmijë që duhet ta shoh. Sepse ka shumë shfaqje që duhet t'i shohin edhe prindërit, bashkarisht me fëmijët e tyre. Ato janë shfaqje për fëmijë, po donjëherë ne harrojmë. Ka një mesazhe që sigurisht ka mesazhe se si sillemi, se si dukemi në sy të fëmijëve që ne harrojmë shpesh për shembull. Edhe kjo është ajo që për shembull dua të jetë si një risi në teatrin e fëmijëve që deri më tani nuk ka funksionuar, po e shtuna të jetë, do me thënë shfaqje edhe për fëmijët, edhe për prindërit. Edhe për familjet, po. Dhe për në fund dua një pyetje të tave shumë personale. Nëse do ta përshkruaje me një fjalë dashurinë që është dhuruar fëmijëve përmes këtij teatri, si do t'i tingëllonte? Përmes sa fjalëve çanë? E ke problem përmes një fjalie. Një fjali, nuk thash sa fjalë, një fjali. Pika mund të vendohet edhe në kako. Zgjasi, po tani si të them, teatri i fëmijëve është dritare që për shembull u tregon rrugën fëmijëve se si ato të hapërojnë në jetët e tyre. Qoftë duke i treguar fenomenet negative apo ato pozitive. Do me thënë, shpesh herë u alëm dhe njerë dhe fëmijëve ose të rive, këtë që ata si të themi, ta shqellojnë. Me vetë faktin që tek fëmijët, sa fjali u bën 20? Jo, pikat nuk u bën. Okej, me vetë faktin që tek fëmijët edhe tek të rit të zhvillojmë atë mendimin kritik.
Madje do njerë mund të alem edhe hapur në një shfaqe, se cila ishte porësia, se si do të mbaroj. Që vetë ata ta marrin, ta qojnë ato deri në fund. Të zhvillim sa më shumë të menduarit kritik të rritë. Unë të falemderoj shumë për këtë pozitivitet që na e dhe këtë mëngjes këtu në studio. Shpresoj që gjitha të mirat të vazhdojnë të përkrahin teatrin për të rinj dhe fëmijë, sepse unë e thash edhe para sa të fillon emisioni kur kishim ato ca minuta bashkëbisedim se unë mendoj se dashuria për teatrin lind që nga fëmiria e jo në moshën madhore, sepse atër më nuk e dim se qëfar është, atër e shkojmë ndoshta vetëm nga obligimi se gjithë kanë po shkoj edhe unë, po nuk e dim atë etikën, të ndenjurit, nuk e dim se si duhet të qëndrojmë, të fokusohemi, të zhytemi në botën e asaj që aktori dëshiron të na e përcjell. Të faleminderit shumë dhe padyshim nuk është hera e fundit, është e para, po jo e fundit që do jeni pjesë e emisionit ton duke na promovuar, duke na treguar dhe duke na shpalosur gjitha të rejat e teatrit. Faleminderit shumë Xhanan për këtë hapësirë aq më tepër që besoj se do jemi në lidhje të ngushtë me televizionin tuaj për gjithë këto promovime të shfaqjeve tona, pse jo edhe për diçka më shumë. Patjetër që po.